Unë quhem Elia, dhe jam një profet i Perëndisë së plot fuqishëm. A keni patur ndonjëherë një punë që nuk keni dashur ta bëni, por që e dinit se duhej ta bënit? Kjo ishte gjendja e vështirë ku unë ndodhesha. Ashabi dhe Jezebeli po e shkatronin integritetin moral të Izraelit. Unë nuk kisha asnjë dyshim se ligësia e tyre do të vazhdonte. Ashabi jo vetëm që kopjoi zakonet e këqija të dikurshme të mbretit Jeroboam, por ai e lejoi gjithashtu Jezebelin dhe perëndinë e saj të rreme që ta zëvendësonin adhurimin e të vetmit perëndi të vërtet. Dhe qershia mbi tort ishte se ai nuk bëri asgjë për ta ndaluar zakonin e tmerrshëm të flijimit të fëmijëve. Ashabi ishte padyshim më mëkatar se të gjithë mbretërit e mëparshëm së bashku.